Në Pesaro të Italisë ka të tjera problematika, të tjera kritika dhe ofendime që vinë pikërisht edhe në ndaj familjes së të ndjerit Pavaroti. Në qytetin e Pesaro qëndron në fakt një statuj prej vitesh tashmë e të ndjerit Pavaroti e këngëtarit Nicoleta Mantovani, i tha mediave lokale se ishte mjaft e zemëruar dhe e mërzitur, pasi statuja e këngëtarit të ndjer ishte brenda një piste akulli për Krishtlindje. Pra aty ku qëndron statuja, është ndërtuar një pistë akulli ku supozohet që të bëhet edhe patinazh. Sipas të vesë Pavarotit, pista në fakt është tallje për bashortin e saj të ndjer dhe nuk e imagjinonte se si kryebashkiaku e ka ndërmarrë këtë vendim. Deri më tani kryebashkiaku italian i Pesaros ka kërkuar falje familjes së yllit operas Luciano Pavaroti. Pista e përkohshme e akullit u ndërtua në qendër të sheshit të qytetit, duke lënë statujen e Pavarotit të zhytur deri në gjuhën e akull dhe të rrethuar me mure prej plexiglas. Në përgjigje, kryebashkiaku Andrea Biancani tha se nuk kishte ndërmend të ofendonte askënd dhe pranoi se Këshilli kishte bërë një gabim. Një vendim absurd dhe i ekzekutuar dobët, deklaron në fakt edhe familja e të ndjerit Pavaroti. Rikujtojmë se çifti Pavaroti kalonte shpesh pushimet në Pesaro, ku kishte një vilë dhe madje vet Luciano Pavaroti ishte qytetar nderi. Rikujtojmë në fakt se performanca e fundit e të ndjerit ishte në hapjen e lojrave olimpike dimërore në Torino në shkurt 2006. Ai vdiq vitin pas ardhës në moshën 71 vjeçare pasi u diagnostikua me kancer në pankreas. Pavaroti la pas 4 vajza nga 2 martesat e tij. Mantovani ishte gruaja e tij e dytë.